I ftuarin për sot të nderuar teleshikues është aktori i mirënjohur shqiptar nga Kosova, Çun Lajçi. Gjatë muajit të shkurt ai ishte i ftuar në Kanada nga vëllezërit Breznica, Qamili, Ismeti dhe Bashkimi për të dhënë disa shfaqje për komunitetin me rastin e 7 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Ne përfituam nga ky rast dhe zhvilluam atë një bisedë që po ju asjellim gati të plot. Ju jeni mësuar të dilni me muzikantë, me këngëtar të mëdhenj të këngës shqiptare. Si ndihet një poet dhe një recitues përpara një publiku i cili për mendimin tim në radh parë vjen për muzikën? Nuk është pozitë shumë e lakmueshme, do ta thosha sinqerisht, sepse këtu çdo lloj këngëtari nuk duhet t'i nënçmoj sepse ka të kategorisë. Ka njerëz për tyre që vërtet e njohin mirë këngën, por në general të gjithë kalojnë shumë më mirë dhe të gjithë pranohen shumë më mirë se sa që pranohet artisti. Po të ngjallë edhe Aleksandër Mojsiu, sigurisht do të mbetej në hijen e Xenit apo ta them unë nuk e di si tjetër këngëtar, sepse këto njerëz janë të vinë me çplodh pak trunin, nuk janë njerëz që e kuptojnë poezinë. Poeti ka shumë më vështirë sepse poezia është më e artit dhe atë nuk e shkruan çdo kush, por dhe nuk e kupton çdo kush. Por megjithatë ti duhesh si aktor. Fati që jam aktor se po ndryshej, po të isha vetëm poet. Nuk do të kaloje fare mirë. Por fati që kam sensin e aktrimit edhe paka shumë ditë dëpërtoj edhe unë do të kaloj paka shumë edhe te ata që se kuptojnë fare poezinë apo monologun. Unë me kohë kam qenë rebel. Rebelizmi e avanson, thonë shoqëri nga njëherë, në kuptimin e sensit të mirë të rebelizmit. Dhe me kohë, po ashtu jam marrë edhe viteve 98, me ikjet tona të para nga masakra që i bani Serbia atje, thura atë monologun tim, tash ta them të famshëm, sepse depërtoj shumë mirë tek popullata, kush u tha se unë kam vdek që ishte kushtuar familjes Jasharit dhe Adem Jasharit, dhe tani në këtë kohë, megjithatë nuk mund të jesh i qetë. Flas për krijuesin, flas për aktorin që jeton me popullin e vet. Çdo kush nuk e bën, jo pse unë e baj. Çdo kush se bën. Dhe nuk mund të jesh indiferent ndaj atyre që ndodhin rreth teje. Ti je pjesë e këtij populli, ti je pjesë atyre katrahurave, dhe nëse ke pak ndjenjë dhe sens krijues, megjithatë ti do të orientohesh përsëri rreth atyre që ndodhin dhe që të brejnë ty, ta zgjojnë ndërgjegjen. Prandaj edhe thuri këto poezitë e mia që janë shumë, do të thosha përsëri rebeliste në kuptimin e mirë të fjalës, sepse nuk mund të pajtohem asesi që sot shoh turmat, shoh gra fëmijë dhe njerëz edhe të punësuar të lanë punët e tyre dhe të ikin të marrin rrugën drejt mërgjimit. Kjo më mbren, sepse ne megjithatë jemi njerëz që kemi andrru ta kemi një atë dhe. Kemi andrru ta kemi atë dheun e përbashkët. Jo të kemi një gjysmë atë dhe, një republikë që quajmë Kosovë. Megjithatë, pavarësisht saj, e kemi festuar këtë, e kemi shpall shtet dhe përsëri ajo ëndër e imja nuk do të thehet e është thy me ikjen e njerëzve. Prandaj deshta ky shpirti im thur vargje. Ne tash nuk e kemi mundësinë që të botojmë çdo ditë nëpër gazeta, por shfrytëzojmë faqet tona nëpër internete dhe aty i postojmë. Bile kam atje një poezi timen kur them atje i drejtohem zotit president të përjetshëm, zotit president të përjetshëm Ibrahim Rugovës, i them ka që si je, ti shofish çlirimtarët tu se si ikin me gra, me fëmijë, thyen kufi, kalojnë male, bukë e liri, kërkojnë nder të Maxharit, pra në Hungari. Dhe them unë, mes të tjerash, tani nuk u hudha dhe, si dikur, por u shkrova poezi. Ata më thanë, fëmijët tonë shkronja nuk hanë. Poezit hani ju. Ne dum buk, dum liri. Rolin e shqiptarëve në diasporë dhe në mënyrë
të veçantë të shqiptarëve të Kanadas, me cilët ju u takuat tani së fundi, cili mund të ishte roli i tyre në emancipimin e shoqërisë shqiptare në Kosovë dhe në përgjithësi në dhënien e një impulsi kësaj shoqërie të eci përpara? Këta shqiptar këtu dhe shqiptarët kudo qoftë në botë, këta ka luajtur rol të jashtëzakonshëm me dekada. Por Kur ka qenë fjala për luftë, kur ishte fjala e 98-s, por edhe para 98-s, po të mos ishin njerëzit tonë në diasporë, Kosova do mbetej shumë brapa edhe në ndërtim, edhe në esencin e gjenjes materiale. Megjithatë, njeriu është njeri, dhe nga njëherë kthehet tek vetvetja dhe thotë, po gjithë jetën nuk pritet të ndihmë nga diaspora, nuk pritet të ndihmë në çdo lloj sensi nga njerëzit që jetojnë jashtë. Sepse nëse këta kanë ndihmuar deri në momentin e caktuar, dhe në momentin e caktuar e ka krijuar shtetin e vet dhe ka krijuar aparatin e vet shtetnor, kjo aparatur shtetnore më në fund duhet të filloj të punoj dhe të zëvendësoj gjitha ato ndihma që janë bërë dikur kur është dash t'i bojnë, sepse atër Serbia nuk ka mujt me t'i bojnë, po gjithmonë nuk pritet t'i as pjesë diasporës Kanadas, as Amerikës, as Evropës. Megjithatë, ne si shqiptar jemi të lidhur shumë me familjet e tona dhe jemi fije. Absolutisht. Dhe prapse ta të shkret vazhdojnë të ndihmojnë. Por edhe këta kanë familjet e veta, por këta kanë jetën e vetë. Ky fenomen ndodhi me Shqipërinë deri në fillimin e viteve 2000, ndihma ishte shumë e madhe. Pastaj kur shpërnguljet u kryen të plota, pra u mbyll cikli i shpërnguljeve, kur djali solli nusen, pastaj prindrit krijoi familjen e vet, edhe ndihmat u paksuan në Shqipëri. Një gjë e tillë mund të ndodhë ose ka filluar të ndodhë në Kosovë. Tu ka filluar të dobësohet shumë, pikërisht në Kosovë. Dhe si duket nga kjo ramje, është edhe kjo ikje e njerëzve, sepse më nuk e kanë burimin e të afërmët të vet, sepse një herë u duft të rindërtohet, të kompenzohen gjitha ato djegje, ato shkatrimet që damet e luftës, dhe gjitha ato para që ne i kishim, apo ata i kishin, investuar në ngritje. Dhe tani vërtet nuk kanë më në të hyra nga të familjarët, nga cilat do pjesë e botës. Sepse megjithatë pse i po kthehen këta tani më në fund duhet ta sigurojnë dhe jetën e vetë të fëmijëve vet këtu. Sistemohen. Unë shpesh ju them, jeni këtu. Duhet të sistemoheni, sepse nuk mund të jetoni trupin këtu dhe shpirtin në dhe. Ajo ka qenë gjenerata e parë viteve 70 kur kanë punuar kudo qoftë në botë. Familjet si kanë marrë atje sepse e kanë pas trunin e menjë shpirtin në dhe. Punon e për baushtella, ktheu në Kosovë apo në Shqipëri, investo. Dhe ata kanë me të pasistemum, asë në Kosovë, asë në Gjermani, asë në Evropë. Kjo është e keqe. Dhe tani më në fund të duhet sistemoni, dhe ti sistemoni familjet e veta, fëmijët e vetë, këshuin më në fund jetën. Sepse logjika e thot, e ke shtetin? Po pse të shteti më në fund? Iku Serbia nuk është më Serbi. Pse shteti më në fund nuk interesohet për njerëzit e vetë, për bimen e vetë. Zoti Lajçi, minutat e emisionit ton janë tepër të kursyera, me ju do duhet një natë dimri që të flisnim gjatë mbi artin, mbi projektet tuaja të shkuara dhe ato të ardhme, por unë kisha vetëm një lutje. Patjetër. Nëse keni mundësi të na recitoni një nga poezitë që keni më për zemër të këtyre kohëve të fundit. Unë e kam një poezi që dëshiroj t'ua lexoj, jo t'ua recitoj. Titullohet Po ikim, ju hani liri. Sërish po ikim. Sërish po thujm kufi. Tani nga vjelljet tuaja po ikim, Evropës po i lypim buk, si dikur liri. Në ndrime motësh do festojmë kontejnerave, s'do pim, do jemi të urt, ju festoni për ne, pse jo, që të hani e të pini luftuat. Por nesër do jetë vonë kur do na thoni mergjimtar, gëzuar për shumë mote, atë dheu ju don shëndet, se kokat do ju avullojnë raki, stomakët do jenë fryrë nga mishra e gazra plot.
Andaj gëzuar sonte për ju e goksimave tuaja lavdi. Ne sërish po ikim, si dikur, për pak buk, ju hani liri, pini djers atë dheu pa ne, goksimat e të vjellurat tuaja s'na duhen, mbase juve po. Ju flijohuni sonte për atë dhe, ne sërish po blejmë roberi. Ky segment u mundsua pjesërisht nga Besi Auto Collision, riparime nga përplasjet, kondicioner, sisteme elektrike dhe shumë shërbime të tjera, në kohë dhe me cilësi.